Qytetarët e Kosovës nuk po shohin si opsion zgjedhjet e reja për të dalë nga gërçi politik në të cilën është futur Kosova, prej kur më 9 shkurt u mbajtën zgjedhjet parlamentare, raporton Ekonomia Online. Ata thonë se janë të lodhur nga situata politike edhe se nuk e kuptojnë pse duhet të shkohet në zgjedhjet e të humben edhe shumë para. Vallai, po tutna tash i herë për herë këtu nuk kanë lutë, to opozita kur nisan s'ka lutë, veç ashtu janë kokë forte që po di unë s'merrna me politikë, unë jam bujk, po atë se pëshoj nuk po m'vjen shumë mirë me bo shpenzimet. Shkoj një vit të i bo zgjedhje kur gjë. Nëse bohen zgjedhjet e reja, prap dalin që to raport, prap shtyhet. Fajet e kem, fajet e ka populli, rinia, që unë që kryet 100 euro ja jep studentave me shujt. Po mase qeverinë s'ka me mujt me fitu Kurti, sa i so ka den me udhëheq, me kry fort, me veç dam që ka po i bën Kosovës, veç do të me shku në zgjedhje të reja. Kush ka vota mas shumëti që i ka fajet mas shumëti? Ai që i ka marrë vota do të me bo zgjedhjen, po s'pe bën. Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, u nominua me 11 tetor nga presidentia e Kosovës, Vjosa Osmani, për ta tentuar ta formojë qeverinë e re dhe sipas ligjeve të Kosovës, ai ka 15 ditë afat për ta bërë këtë, që nënkupton se atij i ka mbetur kohë vetëm deri me 26 tetor. Ndërkohë, Kurti ka lënë të kuptohet se partia e tij, Lëvizja Vendosje, si fituese e zgjedhjeve parlamentare, mund të dështojë në bërjen e qeverisë së re të vendit, duke thënë se siç duket, alternativa është se do të shkojmë në zgjedhje prapë.